kam nderin që të prezantoj ditën e sotme një nga të ftuarit tanë special, do ta quaja unë, ish deputetin e Partisë Demokratike, po ashtu edhe i Lëvizjes Djathtas, zoti Engeleta Libe. Zoti Libe, faleminderit shumë që jeni me ne. Asgjë, kënaqësi për mua. Si komentoni zoti Libe zhvillimet e fundit politike, kryesisht në Partinë Demokratike, duke qenë se dhe ju keni qenë një ish eksponent i saj? Ka shumë lëvizje politike, sidomos kohët e fundit, që po zhvillohen në Shqipëri, me thënë të drejtën. Po zhvillohen shumë ato në kampin e Partisë Socialiste të qeverisë, sigurisht që ka edhe zhvillime që po ndodhin edhe në Partinë Demokratike. I them të dyja, sepse kam përshtypjen janë zhvillime të cilat prekin njëkohësisht edhe njërin edhe tjetrën kamp, po i quaj. Po, mund ta filloj nga ajo se ç'po ndodh në Partinë Demokratike. Sigurisht është një subjekt politik i cili vjen, paktën duke filluar historikun e shkurtër nga zgjedhjet e 11 majit, nga një humbje e thellë dramatike. Ka rezultuar me një numër prej 50 deputetësh pas zgjedhjeve të 11 majit, një rezultat i cili as ndoshta edhe në 97-ën në këto përmasa nuk ka qenë. Jo vetëm kaq, por se përkundër këtij rezultati, raporti që është krijuar tashmë në parlament, ku Edi Rama ka 83 mandate të vetat, plus edhe 3 mandate të aleatëve dhe 86, duket që edhe pesha dhe rëndësia politike në parlament e Partisë Demokratike është pothuajse zeros. Është thjesht dhe vetëm në mëshirën e Ramas. Do t'i përfshi zgjedhja e tij. Dhe ky rezultat i zgjedhjeve influencon drejt për drejt edhe në vetë zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Ja, shikojeni për shembull lëvizja më e fundit, lëvizja e zotit Saliani, apo jo? Një lëvizje ku Ervin Saliani ngre pretendimet që partia ka rënë apati, që partia nuk luan më përfitore, partia është akomoduar thjesht në opozit komode, atë ka shkuar, ai sa i kanë ndjekur, ka shkuar deri në akuza të tilla që një pjesë e kupolës së lartë të Partisë Demokratike kanë bërë gjithçka për të qenë në këtë lloj pozicioni, sepse sipas tij ndoshta duket që janë në një lloj aleance, marrëveshje, pazare për që i them unë, me pushtetin. Dhe kërkon që të ndryshojë gjendjen në Partinë Demokratike, duke i rikthyer gjendjes së dikurshme të saj, ku ishte një parti që mëtonte qeverisjen, pretendonte të ishte në qeverisje. E pra, ajo se ç'po ndodh është që Partia Demokratike ka humbur nga magjepsja e dikurshme që ishte një parti alternative e pushtetit. Nuk është më e tillë. Nuk është më e tillë dhe përgjegjësia në fakt i bie atyre që drejtojnë sot Partinë Demokratike. Nuk është e tillë për faktin sepse në reformën zgjedhore ata vetë propozuan një sistem të tillë që i penalizonte po vetë ata, po vetë Partinë Demokratike, duke i dhënë një numër caktuar mandatesh të pamerituara pushtetit e Edi Ramës. 8 deri 9 mandate sot Edi Rama i ka të fituara vetëm për shkak të sistemit që nuk janë të justifikuara me votën e shqiptarëve. Dhe i ka fituar sot në mënyrë parazitare me kontributin e Partisë Demokratike. Do të thotë Partia Demokratike ka humbur tashmë atë që ka qenë karakteristika e saj e dikurshme, që ishte alternativë pushtetit. Nëse s'do ishte Partia Socialiste, do ishte Partia Demokratike. Sot nuk është më kështu. Sot nuk është më kështu, dhe vetëm kaq, por ka ndodhur edhe një proces tjetër, nëse e keni vënë re, që edhe lideri historik i Partisë Socialiste, Sali Berisha, nuk është më ai që tërhiqte dikur turmat, mbështetësit, apo ishte një personazh politik që krijonte politik në Shqipëri. Është rrudhur në një grusht militantësh fatkeq i shkojnë nga mbrapa, që nuk kuptojnë në fakt asgjë
nga çështjet politike, është akomoduar me gjendjen aktuale, mjafton të rrinë në opozitë dhe asnjë nga partitë e reja të mos i sfidojnë qenien si partia më e madhe e opozitës, e sa duket është edhe në marrëveshje të fshehta me Edi Ramën për aq sa që interes ka Edi Rama, e për këtë arsye është duke shkuar drejt gjithmonë më tepër dhe me shpejtësi drejt një rrudhje dhe drejt degradimi që është shuarja, destini final është shuarja përfundimtare e Partisë Demokratike. Kështu e lexoj unë gjendjen aktuale në Partinë Demokratike. A ngjan shpresë lëvizja Saliani për ju duke parë tashmë nga larg politikën? Pra çdo lëvizje që bazohet në disa vlera morale, jo vetëm brenda Partisë Demokratike, po dhe jashtë Partisë Demokratike, do duhet të ngjallë shpresë. Në fakt, ajo se çfarë shqiptarët presin sot është një politikë ndryshe. Edhe me personazhe të tjerë, jo më me personazhet e vjetra 30-35 vjeçare. Faktën shqiptarët e kanë treguar edhe në zgjedhjet e fundit e treguan. Ishin jo pak, po ishin diku nga 170 deri në 200.000 në varësi të llogaritjeve. 200.000 shqiptarë të cilët votuan as të vjetrën PD, as të lashtën PS. As Edi Ramën, as Sali Berisha. Këta kanë qenë të qartë që me votimin e partive të reja nuk do të përfitonin asgjë, dinin që nuk do vinin në qeveri ndonjë nga partitë e reja. E megjithatë, gjetën motivin, shtysën e brendshme të shkonin të votonin dhe të votonin pikërisht subjektet e reja. Pra nevoja për të renë në Shqipëri është aktuale, është konkrete dhe unë e shoh që do të vi gjithmonë duke u shtuar. Lëvizja e zotit Saliani ndoshta këtë pretendon. Madje po doni ju, kam parë që edhe në takimet që ka zhvilluar ka një numër relativisht të lartë mbështetësish të Partisë Demokratike, që sfidon në fakt, me thënë të drejtën, drejt për drejt edhe foltoret që Sali Berisha bën. Jo vetëm në numër, por edhe në cilësi të burimeve njerëzore. Janë të rinj, njerëz të cilët nuk mendojnë siç kryetari, pra nuk kanë refuzuar, me sa duket, kanë refuzuar që të jenë të verbër dhe të mos mendojnë me kokën e tyre sepse mendon kryetari i partisë. Ajo, kjo është një sinjal jo i keq, sinjal i mirë. Megjithatë, lidhur me pyetjen tuaj nëse ngjall shpresë, më duhet të them këtë gjë. Siç unë e konceptoj, nuk qortoj askënd, nuk do doja të me këtë sinjal të qortoja lëvizjen e Salianit apo dikujt tjetër brenda Partisë Demokratike. Por unë mendoj që një lëvizje që të ketë sukses do duhet të flasë shqiptarëve, jo vetëm një grupi të ngushtë njerëzish që janë mbështetësit apo antarësia e Partisë Demokratike. Nëse do të ishte kështu, do të ishte vetëm një lëvizje brenda partijake, por që nuk u flet masës së gjerë të shqiptarëve që janë zgjedhësit të fundit. Dhe që të flasë zgjedhësve, dhe të kesh një artikulim të interesit publik dhe të interesit tënd personal, disa çështje të mëdha do duhet t'i prekësh dhe do të kesh një qëndrim. Do të kesh qëndrimin se ç'ndodh ose cila është teza, qasja lidhur me drejtësinë sot. Drejtësia sot është ngjarja më e madhe politike në Shqipëri. Nuk ka ngjarje tjetër. As parlamenti, as qeveria, as pushteti vendor, asgjë. Vetëm drejtësia sot, SPAK, GKGO, gjykatë kushtetuese krijojnë lajme me impakt publik. E në këtë pikë, duke qenë se është e sulmuar edhe nga Rama, edhe nga Berisha. Po flasim nga Berisha, me që po bëjmë fjalë për lëvizjen Saliani, do duhet ditur qartë cili është pozicioni që kanë me drejtësinë. Lëvizja po i quaj e zotit Saliani, e mbështesin Taspakun, e mbështesin Gjekon, e mbështesin drejtësinë, e mbështesin ndëshkimin e të korruptuarve, përfshirë këtu edhe të proceduarve brenda Partisë Demokratike, siç është njëri prej cilëve është Sali Berisha. E këtë do duhet ta bëj. E dyta, cila është qasja lidhur me sistemin zgjedhor? A do duhet të mbajë dikush përgjegjësi brenda Partisë Demokratike
sepse ata e votuan këtë sistem zgjedhor që e zhyti Partinë Demokratike dhe i dha fitore në mas 83 mandatet pa merituar Edi Ramës, i cili sot me këtë pushtet kaq të madh mund të ndërmarrë nisma ligjore të rrezikshme. Do duhet të artikulohet e këtë. Cili është raporti me perëndimin? Partia Demokratike, lideri saj, kryetari i saj, Sali Berisha, ka spaku nga 2021 që ka zero kontakt me përfaqësitë ndërkombëtare këtu të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar, apo jo? Atëherë, cili është pozicioni që ka zoti Sanjani? A do të pranoj ky që partia të drejtohet nga një non grata ende edhe sot? E çështje të tilla si kjo, unë besoj që do duhet bëjmë qartë ndarjen e çdo lëvizje dhe pastaj kushdo, kushdo tjetër mund të krijojë një profil dhe një opinion të qartë mbi fuqinë, masën e lëvizjes së zotit Sanjani. Në qoftë se nuk ndahen këto çështje, atëherë ngjelet vetëm një lëvizje e vogël brenda partisë, e ndershme, e pranoj edhe këtë, për interesat e zotit Sanjani, nëse duket, po kjo nuk është interes publik. Dhe kështu e shoh dhe kështu e lexoj. Ndoshta me kalimin e kohës, këto çështje që unë thash, ndoshta mund të artikulohen, pastaj mund të jepet një përfundim tjetër. Zoti Alibej ju thatë që Partia Demokratike, më saktë zoti Berisha, e ka rrullur këtë parti me një grup njerëzish, por nga ana tjetër, ditën e shtunë Partia Demokratike ka një protestë kombëtare që pretendon që mund sjellë një rotacion të synuar për ta. Çfarë prisni nga kjo protestë? Nuk përbëjnë më as lajm dhe nuk përbëjnë më as interes për shoqërinë shqiptare. Këto historitë që do të rrëzojnë qeverinë e Ramës ka filluar të paktën që nga 2022, kujtoj unë, që nga 2022, nga korrikët 2022, ku arritën të bëni një miting, një protest në bulevard, fjala që kishte në gojë Sali Berisha ishte kjo: për 3 muaj do ta rrëzojmë. Për 3 muaj do të kemi qeveri teknike. Pastaj kalojmë një artikullim tjetër. Do të bëjmë revolucion paqësor. Pastaj kaloi diçka tjetër tek mosbindja civile. E pastaj sa herë që bënte nga këto protestat, thoshte është dita e fundit e Edi Ramës. Nga 2022 deri sot ka kaluar plot 3 vjetë e ca. 3 vjetë e gjysmë. Dhe jo vetëm që Edi Rama nuk është rrëzuar prej Sali Berishës, por ka fituar edhe ca zgjedhje, edhe në ca zona ku dikur kanë qenë bastion Partisë Demokratike, Kuksi për shembull, në zgjedhjet lokale. Humbën zgjedhjet e 11 majit, humbën zgjedhjet e 2023-shit, humbën zgjedhjet e pjesme. Madje më turpshme ishte fakti që në zgjedhjet e pjesme në 5 bashki në 9 nëntor të vitit kaluar, nuk patën as guximin, as aftësinë, as kapacitetin të nxjerrin një kandidat, por u fshehen mbas kandidatëve gjasme të pavarur. Pra, përkundër fjalëve të mëdha, mashtrimeve të mëdha, se do ta rrëzojnë tani, do ta rrëzojnë pastaj, do ishte rrëzuar 20 herë deri tani me fjalë të Sali Berishës, rezultati në praktik ka treguar që Partia Demokratike ka rënë gjithmonë më keq me numra. Me numra, me artikulim politik, dhe veç të tjera është zhytur gjithmonë më tepër në marrëveshje publike apo edhe të heshtura me qeverinë. Sot është një pjesë e opozitës e komprometuar, e kapur. E për këtë arsye, edhe kjo ngjarja që në 24 apo kur e kanë protestën, dhe proteste madhe, nuk do të sjellë asgjë. Thjesht do të grumbullohen ca njerëz, do të vinë aty, do të bëjnë një xhiro bulevard, do të dëgjojnë fjalët e Sali Berishës të përhershmet, me gjas mund të hedhin ndonjë shashk, mund të ndezin në një zjarr. Pastaj do t'ikin me bishtë në shalë në shtëpi.
policia do të arrestojë disa prej tyre për prishje të qetësisë publike nga protestuesit e kanë fjalën, do t'i mbajë 2-3 ditë dhe pastaj do dalin edhe nga burgu. Ky është një film i stërpar dhe që nuk thot asgjë për atë se çfarë shqiptarët në fakt presin, dhe presin prej shumë kohësh. Ndaj, ky është filmi As mos keni kërshëri, ja u përshkruaj tani se çdo të ndodh në 24. Qartë, por ne shohim zoti Alibej që opozita nuk është se bashkohet, ka shumë parti opozitare që bëjnë protesta të veçuara, por nuk arrin që të unifikohen. Pse ndodh kjo sipas jush? Sepse janë të pa unifikueshme. Sepse për çështjet kryesore që zgjedhësit kanë interes, pozicionet e tyre janë të kundërta. Ekzistenca në fakt e partive të reja, po e nis nga këto, pra ato mira votash që mori një partia Shqipëria bëhet, partia e zotit Shehaj, s'po përfshi këtu partinë e zotit Qori, po marrë këto dyja, ekzistencën e tyre si subjekt politike kanë për faktin sepse dolën të paktën deri në 11 maj, u shfaqën deri në 11 maj, u shfaqën si parti antisistem, domethënë kundër të vjetrave, pra dhe kundër Berishës, se kundër Ramës po e po. Ata që i votuan pikërisht për faktin se ata nuk e duan, nuk e mbështesin atë lloj politike dhe atë lloj qasje, atë trajektore politike që Sali Berisha ka mbajtur. Tani të vish një ditë të bukur dhe t'ju kërkosh që të bashkohen, është si të thuash partive të reja, subjekteve të reja, që më mirë mbyllni qepenin dhe shkoni rreshtoni atje tek Partia Demokratike, ku dhe ku ishin në fakt një pjesë e madhe e atyre zgjedhësve që votuan partitë e reja, apo jo? Dhe kjo është arsyeja e parë. Pra, partitë e reja, se këto kanë bërë protesta, mundësia dhe Shqipëria bëhet, nuk ka se si të mund të bashkohen me arsyen që çojnë në ekzistencën e tyre, që ishte dalja kundër Partisë Demokratike. Së dyti, po edhe për çështjet aktuale, me thënë drejtën, pozicionet e tyre me sa duket janë të kundërta, të paktën kështu shprehen. Pozicionin ndaj drejtësisë. Po nuk mundet që partitë e reja, të paktën kështu janë shprehur deri tani, të jenë në një tribun bashkë me Sali Berishën në mbështetje drejtësisë. Tani o jenë mbështetje drejtësisë, o jenë me të pandehurit e drejtësisë. Sali Berishën, Edi Ramën e me kompani. Njerëzit ka që kuptojnë. Njerëzit janë të qartë i pozicionet e njërit apo tjetrit. Ndaj është humbje kohe t'ju kërkosh bashkim këtyre subjekte politike të cilat janë të ndara. Ndarja sot, si shumë e shoh, ndarja sot nuk është më e ndarja e majt e djathtë diku, ku PS-ja pretendon të jetë e majt, s'është e tillë. PD-ja pretendon të jetë e djathtë, s'është e tillë. Në fakt, kjo ka qenë hipokrizia e madhe politike 30 e kusur vjeçare. Po sot ndarja është e vjetra, PS, PD, Rama, Berisha, që janë shumë e thënë drejtën, në numra në parlament, dhe e reja, të gjitha këto subjektet e reja. Dhe çudia e vetme, që unë e kam, është se si ka mundësi që këto subjektet e reja me njëri tjetrin të mos bashkohen. Dhe jo me PD-n, sigurisht jo me PS-n. Këto nuk jap dot një zgjidhje, ndoshta edhe koha do ta tregoj, por se është e vetmja çudi që unë shoh deri në këtë moment. Edhe një pyetje të fundit zoti Alibej, përflitet shumë për një qeveri teknike. A ndodh, a mund të ndodh në kushtet që ne jemi? Ka disa arsye se pse mund të ndodhë një qeveri teknike, që burojnë nga një shkak, në fakt. Shkaku është i njëjti, është i vetmi. Duhet që asnjëra parti të mos ketë shumicën absolute në parlament, pra të mos ketë të paktën 71 mandate. Pra, niset nga një premis aritmetikore. Nëse një parti, ai grup partish, kanë së paku 71 mandate, e bëjnë qeverinë e tyre politike.
vjen qeveri teknike, tranzitore, teknicienës, shuni si doni. Tani, analiza është kjo. Pushteti sot, Partia Socialiste, Edi Rama ka 83 mandate. Unë nuk shoh që brenda ti 83 mandatësh apo brenda Partisë Socialiste të ketë rryma, shizma, përplasje publike, se të heshtura, po them unë që ka sa duash. Po publike nuk ka. E përsa kohë situata është e tillë, qeveria do të vazhdojë kjo që është. Me shumë gjas, Edi Rama do të ndrojë ministra sa herë të doj, këtë doj, të shtoj, të paksoj, siç ka bërë në fakt në këto 3 vite. Ama ka një mundësi teorike që dhe aty të ndodhë diçka. Që është pikërisht goditja që po vjen, si shumë e shoh, nga drejtësia. Eksponent të lartë, zëvendës kryeministrja e vendit, është sot në procedim penal dhe në një kërkesë vërtet me gravitet, siç është heqja e imunitetit. Nga ana tjetër, kryeministri i vendit Edi Rama i ka dalë një gjoksin, ka mbron. Sigur të ishte ai në fakt vërtet i pandehur, apo sigur masa e heqjes imunitetit t'i kërkohet atij. Pra këtu është e qartë që ka një përplasje frontale midis drejtësisë dhe qeverisë dhe Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, për saktë, se do të jem korrekt, dhe Edi Ramës. E në këtë pikë nuk do më duke fare të çudi që kjo përplasje që më sa duket po vjen të pacarohet, se fillimisht u kërkua vetëm procedimi penal për zonjën Balluku, pastaj pezullimi nga detyra, dhe së fundmi edhe heqja e imunitetit, kërkohet arresti në burg ose në shtëpi. Dhe ne nuk e dim nëse ky procedim të mund të përfshi edhe vetë kryeministrin. Çështje të tilla si ajo e Akshit, dhe po kjo është zonjës Balluku, apo dhe çështje të tjera historike me Gani Gale, incineratorët e me radhë, ndoshta mund të jetë të tilla që dhe vetë kryeministrin ta vendosin në procedim penal, ndoshta edhe të kërkohet mas sigurimi. E në këtë pikë, nëse kjo ndodh, dhe kjo varet nga drejtësia, nuk varet nga askush tjetër, me shumë qas, kjo qeveri që është, nëse bie kryeministri, kjo qeveri që është, nuk vazhdon dot të ecë më tej. Se ç'ndodh pasandaj, a bëhet një qeveri tjetër e natyrës politike, me një kryeministër tjetër? A mund të jetë një qeveri tranzitore, teknike, një qeveri e përbashkët, se ndoshta mundet të bëhet qeveria me numrat në parlament, të duan që të kenë nevojën dhe këtyre të Partisë Demokratike të Sali Berishës, kjo nuk di ta them. Ajo çfarë di të them me siguri, di të them këtë që kryeministri i vendit, kryeministri i Shqipërisë, sot që flasim, tani që flasim, është një kurs përballje të fortë me drejtësinë, po pengon drejtësinë të bëjë punën e vet. Një bashkëpunëtore e vet, zonjë Balluku, nuk po ja dorëzon drejtësisë. E në këtë pikë, ajo që çfarë kërkohet nga drejtësia është që në qoftë se nuk dorëzohet zonja Balluku, shkaku sepse nuk dorëzohet që është zoti Rama, do duhet procedohet dhe ai për një sër procedimesh tjera. E në këtë pikë, kjo është një goditje me impakt politik, do të lërë gjurmë tek Partia Socialiste. Dhe nëse bie Edi Rama si kryeministër, ka rëndësi ka nëse është qeveri teknike, është tranzitore, është politike, apo është edhe vetë Partisë Socialiste, me që numrat i ka të bollshëm, për mua pak rëndësi ka. E rëndësishme do të ishte që në përplasje midis politikës dhe drejtësisë fiton drejtësia. Dhe ky është auguri më i mirë për qeverisjen në Shqipëri, për demokracinë, po dhe për shqiptarët. Qartë, zot Alibe, faleminderit shumë për analizën dhe prezencën tuaj. Faleminderit për mundësinë dhe ju uroj gjithë mirat juve. Faleminderit.